Këto të premte zhvillohet seanca për kryebashkiakun e arrestuar Erion Veliaj dhe të pandeurit e tjerë. Mësohet se i pranishëm në seancë është edhe vet Veliaj. GJKK do të vendos nëse dosja do të kaloj për gjykim ose jo. Kjo është seanca e 9 që zhvillohet për këtë çështje pasi janë shtyr nga taktikat e kryebashkiakut dhe avokatëve të tij. Mbi Veliajin rëndojnë 13 akuza, nga të cilat 9 për korrupsion, 1 për shpërdorim detyre, 1 për pastrim të produkteve të veprës penale, 1 për fshehje të pasurisë, për futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Po ashtu, në një njoftim zyrtar, SPAK theksoi se seancat gjyqësore janë shtyr më herët për shkak të mungesave të pajustifikuara të mbrojtësve të pandeurve apo edhe kërkesave të padrejta të tyre, duke penguar përfundimin e gjykimit paraprak brenda afateve të parashikuara nga Kodi i procedurës penale. Sa i takon pretendimeve të Erion Veliajt për njohjen me aktet e procedimit penal, SPAK nënvizoi se prokurorët kanë njoftuar brenda afatit të parashikuar nga neni 324 i Kodit të procedurës penale mbi përfundimin e hetimeve paraprake.